Zbardhe dëshmia e Klevis Ndrecës, një nga personat e përfshirë në sherrin me armë një ditë më parë në Laç. Ai u vedorzua pas lokalizimit nga policia dhe kontrollave me dron në zonën ku ishte fshehur. Në dëshminë e tij para autoriteteve, 28 vjeçari ka deklaruar si qelloi me armë drejt të rinjve, pasi ishte trembur. Kam qelluar me armë drejt të rinjve sepse u tremba. I pash që kishin armë dhe donin të më godisnin, thot ai. Si ndodhi ngjarja e rëndë? I arrestuari Klevis Ndreca, 28 vjeç, ka qenë në makinë me Amarildo Ndojën, 26 vjeç, ndërsa Daniel Gjeloshi, po 26 vjeç, ka qenë në makinë me Liridon Ismailajn, të njëjtës moshë, edhe Gerald Bitrin, 24 vjeç. Të rinjt janë konfliktuar verbalisht për shkak se gjatë lëvizjes me makinë kanë kapur pasqyrat e njëri tjetrit. Konflikti verbal 5 minuta më vonë ka agravuar në përdorimin e pistoletave. Pas konfliktit, të rinjt kanë lënë një pikë takimi për të sqaruar. Sapo kanë ndaluar dhe zbritur të gjithë nga makinat, kanë dalë në këmbë e janë afruar. Ndreca ka nisur të qellojë me armë. Ndreca dhe Gjeloshi kanë qelluar me armë në drejtim të njëri tjetrit. Klevis Ndreca ka qelluar me armë drejt 3 të rinjve të tjerë, të cilët i lat plagosur sot në spital ndrojet Gerald Bitri. Nga të shtënat me armë i plagosur aksidentalisht mbeti edhe shoku i tij Amarildo Ndoj dhe shitësia ambulante. Me armë zjarri i pistolet është kundër përgjigjur edhe Daniel Gjeloshi, por nuk ka plagosur asnjë person. Arma që u gjet pak metra larg vendit të ngjarjes i përket 26 vjeçarit Daniel Gjeloshi. Klevis Ndreca pas ngjarjes është larguar në këmbë.